Stine u largua nga Big Brother. A bëri mirë apo bëri keq? Më bëri përshtypjen fakt presioni dhe apo nxitja nga opinionistët për ta mbajtur aty për hatër të publikut apo për hatër të produksionit sikur të ishte turp të ikësh nga gara. Por çfarë ndodh fakt kur e kupton që çmimi i lojës është thjesht shumë më i lartë për të pagu? Stine na tregoi diçka që rrallë shohim nëpër ekranet tona. Një njerëz që largohet jo sepse nuk mundet, por sepse nuk dëshiron më. Kur Stine tha se Big Brother është familja ime, ai praktikisht përmbysi gjithë logjikën e suksesit që na shitet çdo ditë. Produksioni e donte brenda për hatër të audiencës, por ai zgjodhi të dalë jashtë për hatër të familjes. Ka një mençuri të lashtë, pak që thotë që njeriu që di kur të ndalet, nuk rrezikon kurrë të humbasë gjithçka. Është kjo pika kur ti e kupton vlerën e asaj që ka rëndësi. Ndonjëherë akti më i madh i dinjitetit është thjesht të thuash nuk luaj më. Edhe atëherë kur të tjerët presin që ti të bëhesh kurbani i arktimit tyre. Pyetje për ty, sipas teje, Stine bëri mirë apo bëri keq që u largua? Më shkruaj më poshtë, Zoti Bekoft.